edhe një tjetër ligj jetik për shëndetin e qytetarëve dhe shëndetësinë publike në përgjithësi. Edhe ky ligj po ashtu ka qenë i sfiduar nga opozita në gjykatën kushtetuese. Por, siç jemi zotuar, nuk do të ikim fjalës e shmangemi përgjegjësisë. Sot në rendite e kemi edhe projekt ligjin për sigurimet shëndetësore. Synimi ynë për të investuar në shërbime shëndetësore dhe për të garantuar sigurim publik shëndetësor me qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës, do të konkretizohet me miratimin e projekt ligjit për sigurim shëndetësor. Përmes këtij projekt ligji kemi synuar dhe synojmë që njerëzit në nevojë të kenë mbrojtje më të mirë sociale duke ndikuar në uljen e varfërisë dhe të pabarazive. Ky projekt ligj krijon edhe një mekanizëm të drejtë solidariteti shoqëror, ku secili kontribon sipas mundësisë dhe përfiton sipas nevojës, duke e bërë sistemin më gjithëpërfshirës dhe më të drejtë. Ai vendos themelët për një financim të qëndrueshëm të shëndetësisë, i cili nuk varet nga rrethana të përkohshme, por garanton siguri afatgjatë për të gjithë qytetarët pa dallim. Përmes këtij modeli, ne synojmë të ulim pabarazit në qasje ndaj shërbimeve shëndetësore dhe të forcojmë besimin e qytetarëve në sistemin publik. Në të njëjtën kohë, ky është një hap i rëndësishëm drejt modernizimit të sektorit shëndetësor dhe përmirësimit të standardeve të trajtimit. Kjo reformë bën shtetin më të fortë në përmbushjen e detyrimit themelor, mbrojtjen e jetës dhe mirëqenies së qytetarëve. Ashtu siç kemi deklaruar, projekt ligji për sigurimet shëndetësore do të kontribuojë në ruajtjen e shëndetit dhe në mirëqenien e të gjithë qytetarëve, duke reduktuar barrën financiare nga shpenzimet shëndetësore. Ju falenderoj.